Mirëmbrëma, të nderuar teleshikues, ju uroj një javë të mbar. Sot është pikërisht e hënë, kam kënaqësinë të kem të ftuar. Do të flasim në fakt për 15 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë dhe për këtë do të flas me zotin Ender Bytyçi, drejtori ekzekutiv i Institutit të Studimeve të Evropës Juglindore. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Zot Bytyçi, edhe 15 vjet pas ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, ngrihen ende pikpyetje nëse ishte apo jo një ndërhyrje e drejtë. Pse? Në të vërtet, ndërhyrja e NATO-s në Kosovë, që në kohën kur filluan bombardimet e NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë me 24 mars të vitit 1999, ngjalli diskutime kontroverse, një pjesë e studiusve dhe qarqeve politike europiane dhe jo europiane u pozicionuan kundër ndërhyrjes së NATO-s, ndërsa pjesa më e madhe e opinionit publik dhe politikës ndërkombëtare, sidomos euro-amerikane, natyrisht të cilët ishin dhe autorë të vendimmarrjes, argumentuan se këto sulme ishin të mbështetura në të drejtën ndërkombëtare, në ligjin ndërkombëtare. Diskutimi është përqendruar në aspektin e vendimmarrjes në Këshillin e Sigurimit. Për veprimin e NATO-s Kosovë mungoi praktikisht një vendim rezolut e Këshillit Sigurimit. Ky vendim mungoi për shkak të vetos që përdori Rusia për të mos rënë dakord për sulmet e NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë në atë kohë. Neni 51 dhe 52 i kartës së OKB-s parashikon që çdo veprim ushtarak dhe veprim tjetër që OKB-ja ndërmerr për vendosin e paqes dhe rregullit në botë duhet të merret nga Këshilli i Sigurimit pa veto, me një konsensus të plotë të 5 antarëve të Këshillit përhershëm të Këshillit të Sigurimit, tashmë dihen se kush janë. Ky ngërç në fakt krijoi hapësirë për të diskutuar rreth vendimmarrjes, rreth legitimitetit të kësaj ndërhyrje në Kosovë, por praktikisht në përmbajtjen e vet, sipas mendimit tim, mungesa e vendimit të Këshillit të Sigurimit e dëmtoi legitimitetin e ndërhyrjes, e cungoi këtë legitimitet, por nuk e delegitimoi ndërhyrjen, aksionin ushtarak të NATO-s në Kosovë. Pse nuk e delegitimoi këtë aksion ushtarak të NATO-s në Kosovë? Së pari sepse në përmbajtje Karta e OKB-s parashikon ndërhyrjen ushtarake, ndërhyrjen me forcë në rastet kur konfliktet e brendshme ose të jashtme midis vendeve të ndryshme kërcënojnë sigurinë rajonale ose kontinentale ose botërore. Në Kosovë, në kohën kur ndodhen bombardimet, po kërcënohej siguria rajonale dhe madje siguria evropiane. Pasi, nëse NATO-ja nuk do të ndërhynte, ishte e sigurt që në këtë luftë mund të përfshihej Shqipëria, Maqedonia dhe pastaj edhe më gjerë Greqia, Turqia dhe do të vihej në rrezik ekzistenca e vetë Bashkimit Evropian dhe e Aleancës së Atlantikut. Pse rrezikonte përfshirjen e këtyre? Rrezikonte sepse nëse nuk do të kontrollohej kriza dhe konflikti i Kosovës, atëherë qoftë edhe vala e refugjatëve që do të zgjaste me vite, do të bënte që i gjithë rajoni të destabilizohej, të lindin forca ekstremiste të cilat do të kërkonin, do të radikalizonin situatën e brendshme në të gjithë rajonin dhe përpasoj konfliktit do të përfshinte të gjitha vendet. Dhe ajo që është kryesore, sepse Miloševiqi, synimi i tij ishte pikërisht ta zgjeronte konfliktin në Shqipëri dhe në Maqedoni, me qëllim që ai të justifikojë që unë kam një konflikt ndërkombëtar, të cilët pra ta akuzonte Shqipërinë dhe shqiptarët e Maqedonisë se janë mobilizuar kundër Serbisë dhe unë kam të drejtën ndërkombëtare të reagoj të vetë mbrohem në territorin e Kosovës dhe në territoret tjera shqiptare që ai i kishte brenda sovranitetit të Serbisë. Pra kishte të interesuara forca të shumta, madje edhe Rusia besoj ka qenë interesuar në një situatë të tillë me qëllim të dëmtonte imazhin e Evropës perëndimore dhe të NATO-s dhe si rezultat ndërhyrja e NATO-s kishte të bënte me eliminimin
e një lufte të gjerë, e një konflikti të gjerë në rajon dhe në Evropë. Së dyti, në kapitullin 7 të Kartës së OKB-s parashikohet që Këshilli i Sigurimit mund të marrë vendime për të ndërhyrë me forcë në rastet kur krijohet një katastrofë humanitare. Rasti i Kosovës tashmë është i njohur, sidomos për ne në Shqipëri, ku jemi dëshmitarë që kemi pritur me qindra refugjat të shkaktuar nga lufta, nga përndjekjet, nga masakrat, nga dhuna, nga terrori i Serbisë. Rasti i Kosovës ishte një rast i pastër i një katastrofe humanitare që do të krijonte në mos NATO-ja nuk do të ndërhynte pra. Në këtë rast OKB-ja ishte detyruar të ndërhynte, por ndërhyrjen e saj do ta bllokonte një vetoja e një fuqie të madhe, në rastin konkret të Rusisë, dhe kjo në një farë mënyrë krijoi atë atmosferë diskutimi, kontrovers dhe kritike për ndërhyrjen e NATO-s Kosovë. Kritikat e ndërhyrjes së NATO-s Kosovë, të cilët unë i kam studiuar në hollësi europian, natyrisht, ndahen në disa kategori. Një kategori është ata që i përmbahen strikt Kartës së OKB-s dhe deklarohen se nuk është respektuar neni 51-52 i Kartës së OKB-s për një vendimarrje në Këshillin e Sigurimit. Ky diskutim është disi ende pa një përgjigje të plot dhe të saktë. Por këta kritik, duke kritikuar legitimitetin e ndërhyrjes së NATO-s Kosovë, një pjesë e tyre shkojnë tek akuzat për synime imperialiste, për shembull, të Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe e quajnë një akt imperialist, madje me gjuhën e dikushme të sistemit komunist. Natyrisht që këto janë qarqe ekstreme të majta, ekstremiste të majta, ka të tjerë... Ka pasu edhe të djathtë, ka edhe të djathtë. Edhe të djathtë, por jo me këtë gjuhë, me gjuhë tjetër, por që janë kundërshtar natyrisht të prezencës amerikane në Evropë dhe kudo në rajonet të ndryshme. Ka edhe të tjerë që e kanë justifikuar kritikën e tyre ndaj ndërhyrjes së NATO-s Kosovë me pasojat e kësaj ndërhyrje. Sipas tyre, rajoni me ndërhyrjen e NATO-s do të përkeqësohet, situata do të përkeqësohet, rajoni do të shkojë drejt një konflikti akoma më të madh. Madje kritikët e luftës në Kosovë arrin deri atje sa të bëjnë llogaritje se sa shpenzime janë bërë për luftën, sa viktima, sa të plagosur, sa të vrarë. Realisht nga studimi përmbledhës i viktimave që kanë shkaktuar bombardimet e NATO-s Kosovë, shkon tek 550 e ca viktima dhe rreth 870 të plagosur në një luftë të 78 ditëshe dhe me bombardimet të ditë për ditëshme, domethënë, natyrisht që këto viktima nuk janë shumë, janë të papërfillshme, pavarësisht se janë viktima dhe viktimat gjithnjë janë të dhimbshme, por lufta, nëse NATO-ja nuk do të ndërhynte, do të shkaktonte me 10.000 viktima më shumë se sa u shkaktuan në rastin e ndërhyrjes. Së dyti, ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë e bën legjitime, bëhet legjitime edhe në disa aspekte të tjera. Procesi i vendimarrjes për ndërhyrjen e NATO-s është karakterizuar nga një diplomaci intensive. Kemi parasysh konferencën e Rambujës, kemi parasysh mbledhjet e grupit kontaktit, kemi parasysh faktin që vetë Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Këshilli i Sigurimit për shumë vite ishte angazhuar në zgjidhjen e krizës dhe kishte nxjerrë disa rezoluta. Mund të them se në rezolutën e 1190 të datës 30 shtator të vitit 1998, Këshilli i Sigurimit, duke marrë edhe votën e Rusisë, konstaton se konflikti në Kosovë rrezikon të përhapet në gjithë rajonin dhe në Evropë, rrezikon edhe një katastrofë humanitare, çka do të thotë që në bazë kësaj rezolute do të duhej patjetër një vendimmarrje për ndërhyrje me forcë. Pasi ishte njohur nga vetë Këshilli i Sigurimit një realitet i tillë dhe gishti ishte drejtuar në këtë rezolut tek Miloševići si fajtori kryesor. Mos marrja e vendimit ka të bëjë, unë e kam krahasuar me një rast të tillë. Supozojmë që janë 3
5 ose 7 gjyqtarë dhe gjykojnë një kriminal. Në rastin konkret, kriminali ishte Miloševiqi. Dhe nga këta gjyqtarë, 5 ta zëon, se ka që janë edhe antarë të Këshillit Përhershëm të Këshillit Sigurimit, njeri prej tyre thotë, unë nuk jam dakord të dënohet kriminali. Dhe për shkak të vetos që ka të drejtë të vënë ky gjyqtar në një sistem, atëherë kriminali nuk dënohet. Por a është drejtësi? Në thelb, në përmbajtje. A është kjo drejtësia? Për mendimin tim, kjo nuk është drejtësia. Në këtë kuptim unë them që në përmbajtje, ndërhyrja e NATO-s Kosovë është një akt legjitim i ndërmarrë në konform të drejtës ndërkombëtare, kapitullit 7 të OKB-s, për të prevenuar një katastrofë humanitare dhe për të ndaluar zgjerimin e konfliktit. Së dyti, kemi në fund të luftës rezolutën e Këshillit Sigurimit 1244. Në kjo rezolut njeh rezultatet e luftës. Do me thënë, legjitimon luftën që u krye. Sepse nuk ka atribut tjetër. Derisa me këtë rezolut edhe Rusia pajtohet që NATO-ja të kujdeset për sigurinë dhe stabilitetin në Kosovë, NATO-ja bëri luftën. Nëse ishte një luftë e padrejtë, si mundet që Këshilli i Sigurimit të autorizoj të padrejtin të mbaj rendin, qetësinë, rregullin, paqen, stabilitetin në një rajon ku akuzohet se pas ka vepruar në mënyrë të padrejtë. Kjo është e pamundur. Por realisht ndodhi një ditë mbas përfundimit të luftës që Këshilli i Sigurimit të vendos që pikërisht ky instrument i cili akuzohet për jo legjitimitet të ngarkohet me implementimin e paqes në Kosovë. Kjo e bën nul, do të thosha, akuzën se ndërhyrja e NATO-s në Kosovë ishte një ndërhyrje jo legjitime. Në përgjithësi, ekspertët, studiuesit e ndryshëm vazhdojnë të debatojnë rreth kësaj çështje edhe në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, duke u bazuar në faktin që Rusia vuri veton dhe për pasojë aksioni ushtarak ishte jo legjitim. Unë kam lexuar shumë autor të huaj rreth kësaj teme, natyrisht kam shkruar edhe një libër, Diplomacia imponuese e NATO-s në Kosovë, në të cilën përmbledh gjithë diskursin që zhvillohet dhe zhvilluar rreth kësaj teme, dhe kam arritur në konkluzionin se të gjithë ata ekspertë ndërkombëtar, të cilët janë njëkohësisht edhe historian, që e njohin historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe njëkohësisht historinë politike të Europës dhe të botës, ose të konflikteve, në rastin konkret, thuaj se të gjithë këta janë të mendimit që aksioni i NATO-s Kosovë ishte një aksion legjitim. Ndërsa ekspertë të tjerë që studiojnë vetëm anën ligjore dhe i qëndrojnë strikt ligjit ndërkombëtar, ta zëm nenit 51 dhe 52 të kartës OKB-s, ata e quajnë të padrejtë. Rasti i Kosovës është një rast specifik. Sigurisht diskutimi nuk ka fund asnjëherë. Por e përgjithshmja, mendimi i përgjithshëm, besoj, i ekspertëve është që ky aksion ushtarak i NATO-s ishte legjitim. Së treti, ky aksion ushtarak i NATO-s ka sjell stabilitet në rajon. Ndonse kritikët atëherë thoshin që do të kemi jo stabilitet. Ky stabilitet tashmë është i ndjeshëm në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Në qendrën e vatrës së krizës. Kosova tashmë është e pavarur, është njohur mbi 100 shtete. Serbia ka nënshkruar marrëveshjen, është pranuar kandidate me statusin e kandidatit për në Bashkimin Evropian dhe ka filluar bisedimet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Madje është antare e partneritetit për paqe e NATO-s. Është e konfirmuar në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Shqipëria, Kroacia dhe së shpejti Malizi do të jetë antarë të NATO-s. Të gjitha këto kanë ndodhur mbas. Thuaj se të gjitha vendet që tregojnë që ka stabilitet pranë rajonit. Thuaj se të gjitha vendet e këtij rajoni ku kishte konflikt kanë liberalizuar vizat me Bashkimin Evropian për jashtuar Kosovës. Kjo dëshmon kujt do t'i shkon të ndërmend në vitin 1999 se do ndodhin të gjitha këto përmirësime dhe zhvillime pozitive në rajon.
Unë besoj që askush nuk e ka quar në përmend që kaq shpejt do kishte një ndryshim kaq pozitiv. Dhe ky ndryshim është fal aksioneve të NATO-s kundër Serbisë. Nëse nuk do të ndodhnin ato aksione, rajoni i Ballkanit Perëndimor nuk do të ishte në të stad zhvillimi, stabiliteti, paqe dhe sigurie. Duke analizuar pasojat e kësaj, çfarë ndodhi me Kosovën, ne mund të konkludojmë përfundimisht se këto aksione ishin pozitive, dhe jo vetëm pozitive, por të domosdoshme, dhe domosdoshmëria gjithçka e bën edhe legjitime. Po ishte vetëm zgjidhje ndërhyrja ushtarake, zoti Bytyçi? Pra, NATO vendosin kushtet ku nuk ishte rrugë të tjera për të zgjidhur? Unë besoj që në rastin e Kosovës, diplomacia ndërkombëtare ka vepruar në mënyrën më intensive të mundshme. Në harkun kohor prej gati 2 vjetësh janë angazhuar të gjitha organizmat ndërkombëtar, nga Këshilli i Sigurimit dhe deri tek organizatat kontinentale e rajonale. Mbi të gjitha është mbledhur disa herë grupi i kontaktit ku bënte pjesë edhe Rusia. Në përgjithësi është diskutuar me të gjitha palët. Janë bërë vizita në Beograd nga delegacionet të shumta dhe përfaqësuesi i presidentit amerikan Bill Clinton, ambasadori Richard Holbrooke, ishte një nga intelektutorët që do të mbahet mend si më i suksesshëm dhe më i famshëm, do të thosha, i kohëve moderne. Për shkak të angazhimit të tij, për shkak të vështirësive që ka patur në dialogun me Miloševićin, por do të thosha që edhe vetë NATO-ja kishte ndërtuar një dialog dhe një diplomaci intensive dhe aktive me Miloševićin dhe me Beogradin. Edhe këtu intelektutori kryesor i saj ishte Wesley Clark, i cili i bëri disa herë të qartë Miloševićit që duhej të zgjidhte konfliktin me mjete paqësore. Miloševići, i bindur se NATO-ja nuk do të realizonte sulmet kundër tij, për shkak se ai kishte besim se do të ishte e përqar, nuk pranoi një zgjidhje paqësore. Dhe momenti ishte shumë dramatik, do ta qunim, kishte ndodhur masakra e Reçakut, u mlodh konferenca e Rambujës, në konferencën e Rambujës u vënë alternativa kush firmos, do të ndihmohet, kush nuk firmos dokumentin e saj, do të sulmohet ose do të ndëshkohet, dhe kështu ndodhi. Domethënë, por ajo çfarë bën përshtypje se edhe në momentin e fundit Miloševići ka dëshmuar një qëndrim prej, do ta thosha, prej fashisti. Edhe në vizitën e fundit 2 ditë para nisjes së bombardimeve të NATO-s, ministri i jashtëm të Gjermanisë, Joschka Fischer, i ka thënë që duhet ju të mbroni ata reckaman shqiptarët. Do të thënë, ai jetonte në një botë të mentalitetit bunker të Hitlerit. Çka do të thotë që ai nuk do të dilte nga ai mentalitet i bunkerit hitlerian. Në këtë kuptim nuk kishte asnjë alternativë tjetër. Veç kësaj, tashmë është bërë ditur se Miloševići kishte hartuar edhe një program të asgjësimit të shqiptarëve, i njëjtë me programin e vitit 1936 të Vasa Çubrilović. Ky program spastrimi etnik kishte rënë në duart e sigurimit bullgar. Ministra e jashtme e Bullgarisë, e autorizuar nga qeveria e saj, e mori programin dhe ja dorëzoi para sulmeve të NATO-s ministrit të jashtëm të Gjermanisë, Joschka Fischer. Domethënë që bota diplomatike dhe bota politike kishte provat të qarta se Miloševići do të bënte një spastrim të egër etnik, por edhe në momentin e fillimit bombardimeve të NATO-s në Kosovë, brenda në Kosovë dhe jashtë Kosovës, kishim gjithsej afërsisht 450.000 refugjat, të cilët kishin kaluar, po kalonin një dimër të egër dhe ishin para një katastrofe në kuptimin e trajtimit të refugjatëve. Ishte
E pamundur që këta refugjat të trajtoheshin në kushtet e terrenit malor ku jetonin, sidomos ato që ishin brenda territorit Kosovës. Pastaj, në momentin e bombardimeve të NATO-s në Kosovë, kishim mbi 2.000 viktima, 2.000 shqiptarë të masakruar dhe të asgjësuar nga ushtria, policia dhe terrori serb, shumica dërmuesit pa fajshëm, në emër të asaj që ju jeni antar të UÇK-s, por shqiptarët të paarmatosur dhe të pambrojtur. Pra, sinjalet ishin dhënë para 24 marsit, por programi i spastrimit etnik për ndryshimin e strukturës popullsisë në Kosovë ishte ajo që e bindi përfundimisht Perëndimin dhe NATO-n se duhej vepruar dhe duhet të mendojmë faktin që nuk ishte lehtë që 19 antarët të Aleancës së Atlantikut që ishin në atë kohë të ishin në unison pro bombardimeve. Edhe ky fakt e bën shumë legjitim veprimin e NATO-s në Kosovë, sepse nëse 19 vende të demokracive popullore, 19 vende që i përmban vlerave, marrin një vendim të tillë, do të thotë që janë shtëruar e para të gjitha resurset tjera të mundshme diplomatike dhe duhej patjetër të përdoret diplomacia e forcës. Realisht, aksionet e NATO-s në Kosovë nuk u konsideruan luftë, nuk pati as shpallje lufte, por u konsideruan si ndërhyrje për vendosjen e paqes. Dhe kështu ndodhi. Sot jemi përpara një fakti që kjo luftë nuk ishte as luftë imperialiste, as luftë, se luftat imperialiste janë për pushtime territoresh, nuk ishte luftë për pushtime territoresh, ishte luftë, është do ta quaja ndërhyrje ose lufta e parë në historinë e njerëzimit për të evituar një katastrofë humanitare. Dhe kjo e shton edhe më tepër, jo vetëm vlerat e kësaj ndërhyrje, por shton edhe më tepër shpresën e njerëzve se dikush do t'i mbrojë në rastin e një katastrofe humanitare që dikush tjetër do të... Duhet të theksoj faktin se pa rolin udhëheqës dhe të jashtëzakonshëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të sekretarit shtetit Albright, presidentit Bill Clinton natyrisht, pa rolin e jashtëzakonshëm të Britanisë Madhe dhe të Gjermanisë, nuk do të arrijë ky konsensus shumë i gjerë dhe shumë i fortë në radhët e NATO-s, sepse segmentet caktuara politike e jo politike në disa vende, nuk është rasti as vendi të përmendir, punonin shumë që ky konsensus të mos ekzistonte dhe qeveritë e vendeve ndonjë vendi të votonin, disa vendeve do të thosha, të votonin kundër ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë. Kjo nuk ndodhi dhe unë kam thënë edhe herë të tjera, ndonë se me Greqinë Shqipëria ka patur dhe ka ende probleme. Vendimi i kryeministit grek të asaj kohës Simitis për të mbështetur ndërhyrjen e NATO-s ka qenë një vendim që ka bërë kthes në politikën greke, do të thosha, por e kam ende të pashpjegueshme qëndrimin e ministrit i jashtëm të Italisë Lamberto Dini, i cili ka qenë vazhdimisht kundër ndërhyrjes së NATO-s, por kryeministri dhe qeveria italiane natyrisht nuk u shkput nga vendimmarrja, ka patur edhe segmente të tjera të cilat kanë tentuar të dobësojnë autoritetin e NATO-s gjatë bombardimeve në Kosovë. Zotë Betyshi, dhe një pyetje të fundit, apo keq përdoret kjo ndërhyrje e NATO-s në Kosovë si precedent nga ata që kanë qenë kundër kësaj lufte, kundër kësaj ndërhyrjes, kanë parasysh këtu presidentin Rus Putin, që ka vënë një shenjë paralele midis rastit Kosovës dhe Krimes? Në ditët e sotme kemi një problem, një krizë, një konflikt shumë të madh në Ukrainë. Kjo është e qartë. Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, po e përdor Krimen me kazusin e Kosovës, po e krahason me Kosovën, ashtu siç në vitin 2008 shkëputjen e Abkazis dhe Osetisë së Jugut nga Gjeorgjia përsëri edhe atëherë e krahasoj me Kosovën, por unë do të thosha që nuk ka asgjë të përbashkët. Nuk ka të përbashkët për disa arsye. Së pari, në Kosovë kishim një program dhe një aksion të spastrimit etnik të Kosovës. Ky program po vihej në zbatim ose ishte në kulmin e vendis në zbatim. Në Krime, në Oseti, Abkazi nuk kishte gjëra të tilla.
Në Kosovë ka patur një proces vendimarrje në të cilin u angazhu vetë OKB-ja dhe Këshilli i Sigurimit. Kemi së paku vetëm në vitin 98 deri në janar 99-ës 5 rezoluta të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Ka dokumente të rëndësishme të Këshillit të Evropës, të Bashkimit Evropian, të OSBE-s, rezoluta të shumta të cilat denoncojnë ashpër cënimin e drejtave të njerëzit në Kosovë. Në Krime nuk ka ndodhur asgjë nga këto. Përpasoj nuk ka patur nevojë të angazhohesh OKB-ja, Këshilli i Sigurimit apo instrumentat të tjera të drejtave të njerëzit sipas ligjeve ndërkombëtare. Së treti, Krimea u aneksua brenda pak javësh ose pak ditësh. Ky nxitim i presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe i Rusisë për të ndërhyrë ushtarakisht dhe për të aneksuar një pjesë të një territori të caktuar, flet vetë për faktin që qëllimet, synimet nuk janë ato që ishin për Kosovën, por janë synime dhe qëllime hegemonizmi, shtrirje të sundimit dhe shtrirje të territorit në pjesë të tjera të një shteti sovran. Në ana tjetër, në vitin 1994, ne jemi njohur tashmë 3 vende, Rusia, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe kanë nënshkruar një marrëveshje për çatomizimin e Ukrainës por në këmbim të asaj që Rusia të njohë sovranitetin e Ukrainës në të gjithë territorin e saj, domethënë të mos ketë rivendikime rreth territorit të Ukrainës. Kjo marrëveshje, çdo marrëveshje e nënshkruar nga palë të ndryshme, është e detyrueshme, është detyrim ndërkombëtar të zbatohet. Për Kosovën nuk ka patur një marrëveshje të nënshkruar nga ndonjë fuqi e madhe që Kosova mbas shkatrimit të Jugosllavisë duhet mbetet nën Serbi. Për Kosovën ka patur përkundrazi thirrje të vazhdueshme që konflikti që ishte mes shqiptarëve dhe serbëve të zgjidhen në mënyrë paqësore. Dhe shqiptarët ju përmbajtën, tashmë është e ditur, kësaj fryme, kësaj rruge dhe ne kemi parasysh që gati 10 vjet në Kosovë kishim institucione paralele, kishim një strukturë paralele të shqiptarëve të cilët ishin pozicionuar për të fituar të drejtat e tyre deri tek pavarësia me mjete paqësore dhe pa dhunë. Duke refuzuar sundimin serb aty, duke refuzuar masat e dhunshme të Serbisë, duke refuzuar institucionet e Serbisë, parlamentin, qeverinë dhe gjithçka tjetër, por gjithnjë në mënyrë të padhunshme, në mënyrë paqësore, jo violente, duke dëshmuar se në shekullin ose në fund shekullin e 20, tashmë edhe shqiptarët janë moderuar në atë mas që të fitojnë të drejtat e tyre në mënyrë demokratike dhe në mënyrë të qytetëruar dhe civilizuar. Madje ky ndoshta është edhe një nga hapat shumë të rëndësishme. Në Kosovë më vonë kishim një ushtëri çlirimtare të Kosovës. Në Krime nuk ka patur qoftë edhe një revolt të brendshme. Gjithçka erdhi nga jashtë. Kjo ushtëri çlirimtare e Kosovës, duke dashur të dalë përsëri te legitimiteti, u legjitimua me rezolutën 1244, sepse ushtria çlirimtare e Kosovës u shndrua automatikisht në disa parti politike, domethënë mori pozicione politike. Dhe së dyti, vetë ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës u inkuadruan në Forcën Mbrojtëse të Kosovës, e cila u krijua përsëri po me vendimin me rezolutën e Këshillit të Sigurimit 1244. Çka do të thotë që ushtria çlirimtare e Kosovës nuk u konsideru si një organizatë terroriste, madje as ekstremiste, por si një organizatë e cila luftoi mbështetur në të drejtën ndërkombëtare, flitet për tejkalimet të saj, ata mund të ketë tejkalime, por janë çështje të individëve, nuk janë çështje të konceptit, të udhëheqjes, strategjisë dhe taktikës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
Zotë Bytyqi, ju falenderoj shumë që ishit sonde në studion e Channel One. Faleminderit juve. Natyrisht me një analizë tepër të qartë, shumë të thellë dhe shumë interesante. Faleminderit shumë. Të nderuar teleshikues, ishim me zotin Enver Bytyqi, drejtor ekzekutiv i Institutit të Studimeve për Europën në Jug Lindore, nga Unat e Mirë do të shihemi sërish nesër.